A jeni optimist që sonde do të arrijë Kosova të sigurojë një fitore në Bratislavë? Normalisht duhet jemi optimist, sepse kemi mposhtur skuadra më të vështira se Slovakia. Për Kosovën, e cila ndoshta edhe do të mund të arrijë të kualifikohet në kampionatin botror 2026. Përveç të ftuarve në studio, më pas do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejtë nga Bratislava, së bashku me kolegët tonë gazetar. Mirë, po në studio sot do të jemi së bashku me trajnerin Fatmir Zhdrella. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si dhe ndryshe prej herëve të tjera, Zeq Hasani sot në studio bashkë me kolegin gazetar. Mirë se vjen në studio, Zeq. Mirë se vjen. Po e filloj me ju, zotri Zhdrella. A jeni optimist që sonde do të arrijë Kosova të sigurojë një fitore në Bratislavë? Me vetë faktin që kemi ardhur deri në këtë pikë, normalisht duhet jemi optimist, sepse kemi mposhtur skuadra më të vështira se Slovakia, siç ishte Slovenia e sidomos Suedia, e ku arritëm të triumfojmë 2 herë ndaj tyre. Është na jep një besim të jashtëzakonisht të fortë, edhe morë parasysh që idhulli kryesori i slovakëve Skriniar sot nuk luan qendër mbrojtësi tyre kryesor, pika e tyre kryesore. E fatmirësisht pika jonë kryesore Muriqi mund të ishte përballë ti, e sot s'është, e besojmë që të ketë punë shumë më të lehtë.